Çdo kush që në vend të mirësive, në vend të falënderimit për mirësive, shfaq këtë arrogancën, këtë mëkatin, atëherë ai ka bërë një vepër që pas vete tërheq edhe ndrimin e kësaj pozite. Nga ajo që ka dashur në ditë që urren. Dhe nuk ka njeri që ka qenë në një ditë që Allahu te bareke ve teala ka urryer. E pastaj ka kaluar në ditë që Allahu te bareke ve teala dëshiron e që Allahu nuk do t'ja ndrojë gjendjen për të mirë. Pra në qoftë se ne jemi për buzës, ne i kemi humbur të mirë. Në qoftë se ne falenderojmë, atëherë ne i kemi tërhequr, i kemi sjell pranë vetes të mirat e Allahut te bareke ve teala. Dietarët musliman kanë përmendur gjëra interesante rreth saj. Për shembull, Ibn Uthemini, Allah më shërof nga dietarët bashkëkohor, ka thënë se një mëkat pas një mirësie që Allahu ta ka dhënë është më i rëndë se një mëkat që e ke bërë para mirësisë. Pra, nëse Allah ka begatuar me diçka të mira, Allah ka dhënë të mira, dhe ti ke mëkatuar, atëherë ky mëkat yt do të trajtohet shumë më ashpër dhe shumë më rënd se sa një mëkat që e ke bërë kur nuk ke pasur të mira. Sepse nuk përkon me besimtarin që ai të bëj mëkate.